Po në brunga! Hajde mirë se të gjetëm. Mirë se të gjeta. Në qeta mirë se erdhe. Buri fort. Pashi ma Po e që ke si që në riti? Po, si që në riti se në shkop. Si që shikoni kemi në brungën, kemi traktoristin më të vjetër dhe herojnë e traktorët më ditë. Po sot dim ndedhë për një televizion, do në tregoj pak historikën e shtëpisë të i. Dhe ky do bëj dhe një lajmërim në këtë rast, do shesë shtëpinë para syve migracionit. Nue, ti pas e bo punën e dunjas tu? Po në bolë kim bëmër të zotni, po që me bëndë ashti. Vjen puna si jesim me shi gjëtsin, e rahatin si kam këtu nuk më në gjojë kërkun. Njeri gëzo, që ju lufshin kratë për punës si keni bo? Kem ujt, vadic, ujt të pishëm, gjëtsi, drozjarri. Edhe këtë shtëpinë e pasëm me perspektivë për ta shu më nalt. Shtëpia e është me themelit i kopë deri në Karakash. Po, Me e perspektivë. gëzofsh. Shtëpia është bata ashti, ka 10 vjetë, si apo. Edhe Po kjo këtu është shtëpia vjetër, e? kjo është shtëpia vjetër. Shumë gjë e bukur. Që kam blerën këtë shtëpinë e vjetër. Po, Edhe të ashti, si mas mësive, digrove bërë shpinë e re. Me men me ba për qunat dhe për veti, me ba e këtu jarë punat ashti. Qunat në imigracion. po. Unë s'kam që bajnë vetën tu, me që gruë. Edhe kjo është pjesë e shpopullimit Shqipërisë dhe për fatkeqësi unë detyrohet ta bëj këtë lajmërim, nuk është i mirë, po kështu kemi interesin në rastin konkret, pra jemi detyruar të largohen pleqë, do të shkojnë tek fëmijët. Dhe kjo është ana negative e jetës shoqërore sot, por ne ka një vend mrekullueshëm këtu dhe do na tregoj edhe kopshnoj, do na tregoj edhe shtëpinë mrena. Do ta shohim pak shtëpinë mrena. Patjetër. Pas e va bo punën e dunjas. Kjo këtu qa është kjo? A, portokallë, o zoti ma, mashallah. Po. 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 Rusha, bukur. Gjitha llojt e pemëve, gërsia, shega, moll, fish, Lumshin kratë në. dardha, Lumshin kratë. kumlla, Lumshin kratë. Bukur, na trego shtëpinë nu. po, Ta shikoj dhe shtëpinë mrena se kështu e do në puna. film në balkonin jashtë. Po e shikoj vetë. Po, balkon. Po, shtëpia është e rrethuar me një balkon të mrekullueshëm. Dhe kemi këtu me numrungën një nga herojt e traktorëve, mirëdites. Kemi rast të tregojmë dhe numrungën, përveç shtëpisë të i dhe heroizmit i që ka bërë këtu. Po, e mbushur me kumlla, mana, gjitha pemë të tjera, moll, shtëpia vjetër këtu, e mrekullueshme. Ja ka bërë një lëvish të vogël, ka bërë dhe shtëpinë e kazanëve noj. Për bërë raki, noj banë shumë raki. Edhe, ti banë më raki me shit tash, se sash në gjeni me s'ka kusht të pikë. Shtëpia re ka dy hyrje, në dy krahat. Ta kemi një kumës të modë dhe kjo është shtëpia kazanëve ku bën kazanët e rakisë. Hajde bukur, kaq. Po hymë mrena të shohim shtëpinë atëherë. Ta shtëpia është bën krejt komode me arkitekturën e re, arekos, me dritare, me grila, me gjitha, dopje derë prapë dhe dera me grila. Krejt funksionale. Dhe noi, me gjithë të bukurinë natyrore, ka vendos të shesi. Pra vim direkt nga ubori tek po gjaku në brungë. Smi se gjetëm. Ja, na kanë njëllë vetëm dy plesh këtu. Në fakt të në të ri, se nuk e në dhe është plesh. Shtëpia është e më përgjuhë për mrekulli. Dhe, po shtëpia do njerës. Kuzhina kjo. Tu ka kuzhinën nëjtë, të rregulluar në mënyrë perfekte. Kjo më shindovët. Frigoriferi, televizori. Po. Sa dhoma kenu?
Këtu kam 3 dhoma gjumi, Po. edhe këta leksin me kuzhinën tu. Dhomën e pritjes. Po, mund t'ja hedhim një sy dhe dhomave gjumë. Po. Po i dojë këto? Po, që lidh dhomat e gjumit, po kur. Dhoma gjumit Këto kjo. kem një dhomë gjumi dyshe, kryte mërkullushme, mobilume, me dalje në balkon, me ajër, me gjitha, me dritë. Bukur. E mobiluar në mënyrë perfekte. Edhe këtu mrekulli e mobiluar me gjitha të mirë. Edhe një banje moderne. Edhe kjo e mobiluar me gjitha. Mirat. Më i gëzof shkylumshin krahat. Ty dhe kalamajve të ujë. Mirë se erdhe. Mirë se gjetëm. Kulumshin dorët. Do qash. Faleminderit. Mirë se gjeta në ujë dhe i gëzof shtëpiat, edhe i lumshin krahat, edhe ty dhe fëmijëve të ujë u gëzova shumë që pash një ambient të mrekullueshëm Faleminderit fal. që ja vlen me u plak këtu mrena. Me çfarë ngrojeni ju nu? Me dronë zjarri. Keni me druzjarri. Se keni pyll boll këtu, sa hektar pyll ke? Kam një 2-3 hektar. 2-3 hektar pyll. E dronët janë vendem. Po tokë të punueshme sa ke, kopshtaj? Kam me letra një delim. Një delim. Po i ti ke bo një 4-5. Këtu ma tepër është, janë një 2 delime sa të. Ju keni siguru dhe ujtë për këtë punë? Edhe ujë vadic, ujtë e pishëm mren. Po. Marë nga veni ju këtu sipër. Kam nalta që A keni blen manin e këfalës? e kam blen mal. Kimi edhe kondicioner këtu. A, po, muna dhe me kondicioner, po, bukur. Edhe këtë stofën të me dronë. Krejt e bukur. Dhe kështu që me letra kemi, Po. me hipotek, me aluizm, Po, bukur, fort. kam në letrat aluizmit, Po. edhe letrat ati që kam ble private me disa firma që i kam ato janë I gëzosh. privatisht. I gëzosh nu. Ti me ndën të të ndrojsh vend banimin për punë e migracionit kalemare, nuk keni arsye tjetër. Drejtën se unë nuk lëviz me qënë puna me më dhanë miliona. Po kalamajt janë stabilizu në Itali e Gjermani dhe ata nuk vinë më vend. Stabilizu në Itali, edhe ki që kam këtu më punë kilometrisha, në ki do me hip. A ne ke vlezit e vetë. Po, e kanë fut letrat në ato që. Edhe unë s'kam që me po këtu me gjigru. Vetëm. Po. Dark mirë është shumë të shumë. Unë një smunë, po, Po. i më shumë, po. Mirë gëzuar, no, edhe mishti që Gëzuar, gjithë me... Sot për në unë let jetë një live i mirë këy për bashkimin me fëmijët e tij. Dhe për atë që mendon që ta gëzoj këtë trovë dhe të trull, i cila është pa probleme, është regjistruar në hipotekë, është ndërtesat janë kryer me lejen e aluizmit, janë të regjistruar dhe këtë në hipotekë. Ka një sipërfaqe 3-4 hektar gjithsej pyll dhe livade, se është dhe shtëpia vjetër të cilët do t'ju tregojmë atje. Kush tjetër interesuar do takoj, kjo provë ndodhet në Rubik, nuk Brunga, është për najsaj, ne do t'japim dhe numrin e telefonit. Dhe mirë se të vini edhe hajde ne pini një gotë rakime në Brungë. Mirë se gjetëm. Gëzuar. Gjeri bo, sa raki gjeri bo? Deri në 3 kintal. Deri në 3 kvintale raki. Rushit. Po. Edhe, kështu që... Vare si mas prodhimit, po... Deri që kam arrit. Me pemë, me rushit. Këto ditë ke qenë duke sistemuar me lidhje, Po. me ngritjen, me I kemi rregullu e sistemu për si... krasitja maru me kohë. Po. Tërvesh... Me prit me ju jitë edhe me i bo spërkati u banue? Shkodje nuk o kom pasa vetë rushi aty si s'ka pas nevoj, Po. tip rushi brit edhe figuri. Po. Edhe kështu që Ja dhe veglin e punë se pas se këtu në arë. jemi punë. Karroca dhe fturku. Ku kom bjell patate, E ke mjell patatën? po, Po. ku kom pas lakta, Po. Pra kemi një numër të pafund kopshnaq. Kemi dhe një stall baktit për 30-40 baktit. Tu i keni heq baktit lopte këta nuk keni. Nuk i keni heq. Tu sipër kemi rezervuarin e ujit. rezervari e ujt, Po. Se po shohin tuba gjithkund për e bërë.
Deri në 300 metra kukuj. Po, bukur fort. Në sa ditë mushet? Po, deri në fund qershorit ka ujë boll. Po, ka ujë deri në fund qershorit. Dhe pompën. Vend dhe pompën lum, po. Dhe pompën të uja vazhërisha dhe vjetë. Dhe kjo shtëpia e vjetër është gjë mrekulli, relik. Kjo e bukur, ha? Do në një parim, do në gjona, po në s'kam pas mësim një apo. Se ke bo tren. Se kam po në tren. Po. Por me fish, rosh, pomla, Po. dardha, moll, Të gjitha i ke këtu në kopshin tënë. shega, Po. gjitha llojet, pullaj, limona, portokalla, ushia, Pra si vjet, edhe se vera është e vonë, kanë vera po vjen e vonë, jemi pathuajse në mesin e prillit, po, dhe si që shikoni nuk ka dalë akoma gjeti, por bukurinë e këtij veni shikoni e tregojnë lulet delet, lulet e tjera të cilat janë në kulmin e bukurisë së tyre. Po blet nuk e ke këtu se pasa blet shumë ky vend. po, dhamë, se sipër, A ke po e pak. një park me blet. Bravo. Kjo ka qenë dhe shtëpia vjetër kur ka fillimisht. Po, sa i kam ba vetën, mësi ashtu. Po e keni shtu një boj. Deret e kam hap. Kam ba në shimë të loje, so. Po këtu ka vend për me jetu një 50 rob, jo me jetu vetëm 2, sikur jeni Ka jetë 2. vend me mbaj blektori, ka vend me mbaj jop, dele, Po. dasht me mbaj dhi, sallën e kafsh, me mbaj derë, me mbaj pull. Të gjitha janë mësit, pa ma shqeqës, kam pas mësit. Se fëmijët janë në emigracion të gjithë. Pesore, janë Po iken pranvera, iken me bashkë me lulet. Tash nena kanë dalë lulet dhe nuk ka pranverë më. Më nuk të falenderoj shumë dhe të uroj të keni një pleqërit më artë, i gjeni dhe kalamaqnosh dhe inshallah ju realizoni këtë punë që keni në men. Po do t'i lejmë numrin e telefonit, pra kjo pro ndodhet në Rubik, në lagjen e Përgjokave, vetëm 1 kilometër nga Rubiku, është me shumë interes, edhe sipër Levatrisës, që është, ka qenë e Pringnesës, Sali Larit, po, Levatrisës Sali Larit. Me sa stoli kur i gjithë ditën e ke këtu? Ke shtëpia vjetër. Pra do keni rast dhe ju traktoristat e Mirditës, që njifin e Mirdit traktoristat të shinim të 2 vjetër, po kjo më i vjetër Nuk sonë. do t'i zhjelë. Ky ka qenë hera i vjetër.